Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur në një tjetër vlog të në kanalin tim. Unë jam Bona dhe ky është kanali im i YouTube-it. Ju uroj mirë se erdhët. Sot është ditë e premte. Është e bukur, ka diell, është pranverë, jemi të shëndetshëm dhe çfarë mund të kërkojë më shumë njeriu nga jeta. Gjithsesi, le ta nisim këtë ditë kaq të bukur me një xhiro jashtë. Do të shkoj që në një sallon për të bërë vetullat. Edhe juve sigurisht që do ju marrë me vete, nuk është se do filmoj aty domethënë duke bërë vetullat, po që them që t'ju marrë me vete, edhe le t'i ikim bashk. Juve si ju kam, si keni qenë, si keni kaluar javën? Unë kam qenë në shtëpi, kemi kaluar shumë bukur, dje shkuam në Newport, në një muzeum makinash sportive. Ishte gjë shumë e bukur, do ju lej disa pamje këtu, sepse dje thjesht bëra domethënë disa foto, disa reels kështu për në Instagram, edhe nuk e hapa blogun, por që mora disa pamje kështu, edhe do ja u lë këtu tani, ose me muzikë, ose thjesht do vendos zërin këtu voice over. Edhe ishte gjë shumë e bukur, sidomos kishte makina të lloj-llojeve, kishte tregonte historinë e tyre, si ka nisur domethënë, edhe shumë gjëra të tjera. Pastaj shkuam në një restorant për të ngrënë drekën, edhe fëmijët u kënaqën shumë, edhe ne u kënaqëm, edhe të paktën bëm diçka domethënë gjatë këtyre pushimeve të prillit. Një ditë, po të paktën e thyem atë rutinën, si të thuash. Gjithsesi, tani le t'ikim që të bëjmë vetullat. Ja ku mbaruam punë edhe me vetullat. Jam pak të kuqe tani, por që të paktën i dha formë edhe duken mirë. Si ju duken juve? Okej, tani le të ikim në shtëpi, sepse Alesën e kam në shtëpi, edhe është bashkë me Aleksin, kështu që s'kam ngrënë as mëngjes, as edhe një gjë. Ja të pushoj kjo. Se ndryshe nuk do më dëgjoni. Nuk kam ngrënë as mëngjes, as edhe një gjë, thjesht kam marrë kafen time, edhe po e pi të ngrohtë kështu. Por që do ikim në shtëpi tani, të bëjmë mëngjesin, të merrem me ndonjë punë shtëpie, edhe ja, kështu do e kalojmë fundjavën. Këto gjëra nuk bëhen vetë, por sa do doja që të paktën të kisha motrën këtu, edhe të lini një takim për të shkuar që të bënim thonjë, të bënim pedikyr, ose gjëra domethënë të tilla që të kujteseshin për veten. Dhe ishte shumë gjë e bukur, domethënë ta kisha motrën këtu afër, të dilim bashkë për një kafe.
vete, sepse unë një motër kam edhe më mungon shumë fakti që nuk e kam këtu afër, fakti që fëmijët e mi nuk e kam këtu afër, sepse do të ishte shumë herë më ndryshe. Motra është shoqja e jetës. Na thoshin prindërit gjithmonë që mos u zini me njëra tjetrën. Po nga ato zëngat e vogla kur ishin fëmijë, domethënë mos u zini me njëra tjetrën se do t'i keni, do të largoheni një ditë dhe nuk do ta gjeni. Edhe kam pasur shumë të drejtë, por që ne e kuptojmë vetëm kur rritemi edhe kur i kemi larg njerëzit tanë të dashur. Por që do doja shumë që të ishim afër këtu me njëra tjetrën, të bënim gjëra bashkë. Më mungon matrushka ime. Po që s'kemi çfarë të bëjmë tani se kështu është jeta. Vitet ikin dhe ne të dyja nuk e kemi kaluar atë pjesë të bukur të jetës tonë me njëra tjetrën. Kur them pjesë të bukur të jetës, domethënë çdo pjesë e jetës është e bukur, sikur je në të adoleshencë, sikur je në të 20-ta, sikur je në të 30-ta, çdo periudhë ka bukurinë e vet. Por që kur them gjërat, pjesën më të bukur të jetës e kam fjalën kur unë linda Alesion, kur linda Angelon, kur bëra ditën e parë të Alesios, ose ditën e parë të Angelos, ose kur ta erdha këtu në Amerikë edhe bëm, si të thuash, atë martesën në gjendjen civile bashkë me Aleksin. Unë nuk kisha asnjëri nga familja time këtu, edhe do doja shumë që ti kisha këtu afër. Por që këto janë zivet e jetës, këto janë gjëra që janë fate, si mund ta thuash, nuk mund t'i ndryshosh dot. Por që vitet ikin edhe sa herë që kthehem në Shqipëri e kuptoj që koha kalon, mosha kalon, motra rritet, prindrit moshohen, gjysha time që e di që një ditë nuk do mundem ta shikoj më, edhe fakti që nuk I shikoj dot ditë për ditë, edhe të kaloj kohë me ta, të kalojmë gjërat e bukura, apo edhe gjërat e vështira me njëri tjetrin, të qëndrojmë afër njëri tjetrit. Kjo gjë më vret shumë. Më vret sepse është shumë e vështirë. Ju që jetoni larg, qoftë këtu në Amerikë, qoftë në Europë, e kuptoni shumë mirë se çfarë them, sepse kur je në Shqipëri thua, mo të largohem një sahate më parë se nuk po gjej dot një punë, nuk po mbaroj dot shkollën që dua, nuk po bëj dot këtë dhe atë. Po, të gjitha këto janë të kuptueshme, edhe unë veti kam thënë. Por që fakti që largohesh jashtë dhe nuk mundesh që të kesh njerëzit e tu afër, si në momentet e vështira, ashtu edhe në momentet e bukura, kjo e bën edhe më të vështirë rrugtimin e emigrantëve, të njerëzve që jetojnë larg. Dhe më vret shumë fakti që nuk mundem t'i shikoj dot për ditë. Edhe kur më dërgon ndonjëherë motra foto të prindërve dhe I shikoj që nuk janë më ashtu siç kanë qenë, nuk janë më aq të rinj sa unë I lash, sepse unë kam këtu 9 vite. Edhe sado që ata kanë erdhur edhe neve shkojmë, nuk është se mund të shikojmë njëri tjetrin vit për vit. Edhe nuk e di. Bëhem shumë nostalgjike kur ndodhin këto gjëra. Ja dhe shiu nisi, sot është një ditë shumë e ngrohtë në fakt, por që ja, me shi kështu. Sa po erdha këtu lart, edhe doja që të vazhdoja pak atë bisedën e prindërve, sepse e ndërpreva videon aty pasi u bëra nostalgjike dhe nuk doja që ju vetëm shikoni duke qarë ose gjëra të tilla, sepse fundit e fundit I bëjmë video që të japim sa më shumë gëzim, sa më shumë pozitivitet, edhe se po gjëra të vështira kemi në jetën tonë. Por që gjithsesi, fakti që u tregova disa pjesë nga jeta ime është sepse doja që të përcjellja një mesazh, që nëse jeni duke më parë tani dhe I keni prindërit afër, jepini një përshafim. Pse I keni larg, qoftë edhe një telefonat për 10 minuta. I bën prindërit tuaj shumë të lumtur, shumë të gëzuar. I bën ata që të ndihen më afër jush, edhe juve ju bën që të ndiheni më afër tyre, më afër zemrës. Edhe
sepse prindri është gjithçka në jetë. Nëna dhe babai janë gjithçka në jetë. Edhe përveç tyre asnjëri tjetër nuk ta do të mirën. Nëna dhe babai duan vetëm të mirën tonë. Duan vetëm që neve të kemi suksese në jetë. Duan vetëm që ne të jemi të lumtur. Persona që na duan si në të mirë, ashtu edhe në të keq. Sa më afër vetes, edhe nëse nuk keni mundësinë që t'i keni afër vetes, ashtu si edhe unë, mundohuni që të paktën t'i merrni telefon ditë për ditë, thash, edhe për 10 minuta. Ka dita tjetër, ne kemi ardhur në qendrën tregtare, do i bëj fëmijëve nga një qetje, ose do i qesin flokët. Edhe kështu ka nisur dita jonë sot, edhe Aleska këtu, po vije shi, por që është ngrohtë, edhe kështu që mirë jemi. 21 po mbyllet edhe ka shumë sales për ju që doni edhe të vini. Por qendrat tregtare që pas Covid nuk janë të njëjtat, ka shumë pak njerëz. Duke qenë se gjithë njerëzit blenë online tani, edhe është shumë boring që të vish kur të kalosh pak kohë, sepse s'ka asgjë. I mean, he's undeniable. There's nobody else that looks. Sa po mbaruam punë aty edhe tek qendra tregtare, shikoni sa të bukur që janë bërë që tre Angelo. Edhe tani po ikim në Peppercorn që të ham diçka. Fëmijët kërkuan pizza edhe french fries, kështu që that's what we doing. Right, Alessia? Okay. Tu tek Peppercorn, sidomos pizzat njeri bëjnë shumë të mëdha edhe ushqimi mos bën pa që other cars. Ushqimi është fantastik, kështu që nëse jepani këtu mos nguroni që ta paponi. Ja ku erdhëm edhe në shtëpi, edhe tani do ju tregoj disa gjëra që mora tek dyqani i Charlotte Russe, kështu më duket se shqiptohet. Më pëlqen shumë ai dyqani sepse ka gjëra të mira edhe të lira, se zakonisht kur shkon nëpër këto dyqanet e mollit ose kudo që të shkosh, domethënë nuk gjen gjëra poshtë $20, për shembull një bluzë, pantallona, jeanse ose çdo lloj gjëje tjetër. Kurse aty mund t'i gjesh nga $10 edhe sipër, domethënë. Por mund të gjesh edhe gjëra me më pak lek, domethënë. Mora këto shapkat që janë bërë shumë virale dhe janë shumë të lezetshme dhe ngjyra më pëlqen, sepse nuk është firma, domethënë, sepse ato të firmës po shuajnë ditë në Amazon edhe ishin diku tek $90 edhe më shumë, por që më pëlqyen këto edhe e dini se sa ishin vetëm $6, $5.99. Edhe mund t'i veshësh me jeanse, mund t'i veshësh me funde, me gjëra çfarë të duash ti, edhe ja se si duken, shikoni sa të lezetshme që janë. Tjetër. Mora këtë si punë bluze, si fanell, quajnë çfarë të dëshironi. Kjo është ngjyra e sezonit dhe pranverës dhe verës. Është shumë e lezetshme, sigurisht ju do e shikoni domethënë në momentin që unë do e vesh. Edhe kam menduar që ta kombinoj me jeanse, mund ta vesh me një fund të zi, edhe shumë kombinime të tjera. Kjo ishte masa medium edhe ishte $12.
Dhe është shumë e lezetshme. Shikoni se sa të bukur që e ka ngjyrën. Edhe materiali është goxha i mirë. Dhe ka edhe këtë pjesën këtu që është pak si e qarë. Aty kishte kanatiere në fakt, se nuk e di si mund të si do ri kjo në dali barku aty apo jo, po që gjithsesi. E mora këtë. Edhe gjëja e fundi që mora pastaj ishte një palë bizhame, kishte shumë lloje bizhame që më pëlqejnë shumë në fakt. Edhe ja këto që mora unë do t'ju tregoj tani. Këto vini komplet, domethënë këto pantallonat kështu në ngjyrë roz me vija të bardha. Kanë këtë detajin këtu që është e bën shumë të lezetshëm, që thot love, edhe me këto kopsat këtu. Dhe bashkë me këto pantallonat janë kështu vinë të gjëra nga fundi. Edhe bashkë me këto pantallonat vinte edhe kjo kanatierja që ka këtë pjesën këtu tek jaka që është në ngjyrë roz, edhe tregon kombinimin me pantallonat. Vjen me ripa edhe është kështu e shkurtër. Sigurisht që kur ti provoj do i shikoni dhe juve, po që janë shumë të lezetshme. Dhe të gjitha këto kushtuan diku tek $30. As $30 tamam, $28 më duket. Por këto ishin $10 më duket. Mesi. Nuk po këto ishin $12, jo $10. Po që besoj që kam bërë një blerje të zgjuar edhe me një çmim jo shumë të madh, le të themi. Kështu që po, besoj që këtu do e mbyll videon. Fëmijët janë poshtë me Aleksin, vajtëm shkojmë në peppercorn, siç u thash, hëngrëm darkën aty se ora është tani diku tek 6. Edhe nëse jetoni këtu, zgjathasht edhe një herë, mos buroni që të shkoni në peppercorn, sepse pizzat i bëjnë like huge, shumë të mëdha, edhe ajo është $20, mund të hanë 4 persona edhe më shumë, sepse me të vërtetë që janë shumë të mëdha. Edhe ushqimet e tjera bëjnë një lloj supe që është lobster chowder, edhe ajo ishte super e mirë. Edhe shumë gjëra të tjera, kështu që nëse jetoni këtu, mos nguroni që ta provoni, sepse me të vërtetë që do të ngelni të kënaqur. Edhe neve morëm një pica që ishte aq e madhe, mori Aleksi një lobster chowder, morëm 2 me patate, edhe çfarë bërëm tjetër? Morëm edhe kola, ne të 4 domethënë bashkë me fëmijët, edhe gjitha ato kushtuan diku tek $56. $0.60 bashkë me tips. Edhe kështu, tani këtu do ju le për sot, edhe besoj që do hap përsëri vlogun nesër dhe ta postojmë të mërkur. Kështu që ciao!